Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Kemi folur për para një muaj për zgjedhjet e 11 majit, por në specifikën e fushatës zgjedhore, dhe tani do të flasim pas zgjedhjeve të 11 majit. Shqipëria votoi në këto zgjedhje parlamentare. 3.713.761 qytetar shqiptar kishin të drejtën e votës në 5.225 qendra votimi në të gjithë vendin, sipas disa të dhënave paraprake nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Partia Socialiste ka fituar 83 mandate, Partia Demokratike 50 mandate, Partia Social-Demokrate 3 mandate, Partia Mundësia 2 mandate. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pjesëmarrja faktikisht ka qenë disi e ulët, 42.16%, dhe për herë të parë në historinë zgjedhore shqiptare ka votuar edhe diaspora. Janë 246.000 emigrantë shqiptar të cilët u regjistruan në sistemin online të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të votuar, pra dhe rreth 200.000 zarfe të diasporës shqiptare që mbërritën si pjesë pra e procesit të votimit. Dhe sot për këto zgjedhje unë përsëri do të kem të ftuar gazetaren, analisten dhe kryeredaktoren e portalit online Argumentum Pikal, Mariana Doda. Përshëndetje, Mariana. Përshëndetje. Siç e kishim lënë takimin kur diskutuam për fushatën zgjedhore, tashmë po flasim për zgjedhje të përfunduara. Sigurisht këto rezultate janë paraprake që sapo i përmenda, por ka patur një precedent historik zgjedhjet e 11 majit, sepse për herë të parë që nga zgjedhjet pluraliste të vitit 1991, Partia Socialiste ka siguruar një mandat të 4 qeverisës, radhazi pra, dhe sipas jush cilët ishin faktorët që ndikuan në këtë fitore të bindshme të Partisë Socialiste dhe që e bëjnë kryeministrin Edi Rama përsëri në një rekord, do ta quaja, që të mbajë për 16 vjet kreun e qeverisë shqiptare? Me të drejtë ju e fiksuat një fitore historike, se sigurisht fitoria e Partisë Socialiste me 11 maj ishte një fitore historike që mori mandatin e 4 të qeverisës, historike në kontekstin e demokracisë pluraliste në Shqipëri. Sigurisht, kjo fitore nuk është vetëm rezultati një qeverie të mirë për 12 vite, apo një fushate të mirë menduar dhe mirë të konceptuar nga Partia Socialiste, por sigurisht është edhe për një sër faktoresh të ndërthurur politik, ekonomik dhe social. Faktorë politik, sigurisht, kur flasim për dominimin e qeverisë e Partisë Socialiste për 12 vite, normalisht është e ditur që do të kishte një angazhim më të madh në të gjitha strukturat e saj, duke marrë parasysh se tashmë ajo ka një dominim qeverisës edhe në qeverinë vendore. Nisur nga fakti se në 2019 opozita nuk u le themi adërua për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale, çka bëri që gjithë pushteti le të themi të jetë përqendruar tek Partia Socialiste. Por njëkohësisht ka të bëjë, le themi, elementi më i rëndësishëm është pa diskutim edhe opozita. Kështu që më shumë se sa një fitore e Partisë Socialiste, unë do t'i theksoja humbjen e opozitës dhe partisë kryesore, siç është Partia Demokratike. Po, që së dytë politike në vend, Partia Demokratike. Sigurisht, me një historik të rëndësishëm në pluralizmin demokratik në Shqipëri. Fragmentimi i Partisë Demokratike mund të themi që përgjatë këtyre 4 viteve, në vend që të forcojë bindjen e saj përballë elektoratit, përballë shqiptarëve, por edhe përballë një qeverie të fortë si ajo e Partisë Socialiste, në fakt ka patur problemet e veta brenda partisë. Mund të themi që vendimi non grata për liderin historik Partisë Demokratike, zoti Berisha, tashmë lideri juridik i kësaj partie, sigurisht e shkormoqi, le themi, këtë parti dhe familjen e madhe demokrate. Krijoi probleme, patjetër edhe ato janë probleme organizative ndoshta në plan në pamje të parë, por që thellësisht ato janë probleme që ndikojnë. Sepse në vend që të punojë më shumë, le themi, për të forcuar elektoratin e saj dhe strukturat e Partisë Demokratike, jemi në këtë fazë që të them të drejtën, sigurisht ky rezultat, kjo humbje e thellë, pa diskutim ja atribuohet faktit që populli shqiptar, le themi, nuk dëshiron që të marrë pjesë në
problemet personale të liderëve, por le themi ka dëshirë dhe e ka të nevojë programet e tyre. Dhe në fakt një nga premtimet që ne në fakt e kemi diskutuar edhe gjatë intervistës së mëparshme, ka qenë premtimi i përsëritur i kryeministrit Edi Rama dhe kreu i Partisë Socialiste për pasaportën europiane. Pra që vetëm Partia Socialiste do ta fus Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Mendoni që kjo ka ndikuar në elektorat? Në rast se mund të krahasojmë të programet e partive politike, të them të drejtën, edhe Partia Demokratike ka patur një plan të mirë menduar, ka patur një program shumë të mirë politik, por le të themi grupi me cilën zoti Berisha zgjodhi të rikthehej sërish përballë këtyre zgjedhjeve dhe përballë le të themi votës së qytetarëve ishte një grupim i vjetër. Le të themi, kështu që le të themi në rast se ai dha dorëheqjen le të themi 13 vite më parë, 12 vite më parë dhe rikthehet sërish me të njëjtin staf, sigurisht nuk është të krijojë një besueshmëri shumë të madhe. Por post faktit se të gjithë e kanë lavdëruar qoftë le të themi mbarvajtjen e fushatës së tyre, mënyrën se si ata kanë bërë fushat, por edhe programin e tyre. Sigurisht mendoj që karta e vetme edhe asaj që i është nënvizuar fort për gjatë kësaj fushate elektorale nga Partia Socialiste ishte pasaporta europiane. Pa diskutim, të gjitha analizat mediatike, politike është nënvizuar se nuk është personale një le të themi përballë Europës, nuk është le të themi një garanci personale që ju e garantoni që vetëm me mua mund të shkoni në Europë. Ka patur interpretime nga më të ndryshme dhe sigurisht që edhe siç e thash në fakt këto zgjedhje kanë prodhuar një epërsi të qartë të Partisë Socialiste dhe Partia Demokratike në vendin e dytë, por me një diferencë të dukshme për të ndjekur nga Partia Social-Demokrate dhe këto janë tre subjektet politike kryesore, por kemi dhe partitë e reja. Kemi folur për këto partitë të reja edhe për gjatë fushatës së tyre dhe tani ndodhemi pas votimeve, janë partitë e reja Mundësia, Nisma Shqipëria bëhet dhe Lëvizja Bashk. Si e komentoni pjesëmarrjen e këtyre partive në zgjedhjet parlamentare nisur edhe nga fushata që ato kanë bërë? Në diskutim. Së pari me lejoni të them që në këndvështrimin tim i shikoj këto zgjedhje si të zgjedhjet e fundit që japin le të themi fund një tranzicioni politik gati më shumë se 30 vjeçar në Shqipëri. Kështu në kontekstin politik për mua në këto zgjedhje ka marrë fund ky tranzicion për vetë faktin që tashmë kemi le të themi edhe një konfigurim të ri në parlament me figura dhe me parti të reja. Pra ju e tha që partia e tretë le të themi në këtë rang rezultatesh është Partia e Socialdemokrate që ka qenë diku e katërta apo pesta në zgjedhje të tjera parlamentare. Po ashtu le të themi përballja për herë të parë e partive të reja politike kanë marrë le të themi një besim nga qytetarët që unë shpresoj që të mund ta le të themi jo vetëm që e kanë merituar pa diskutim, por të mund ta justifikojnë në parlament sepse Shqipëria dhe shqiptarët kanë nevojë për një zë të fortë dhe neutral në parlament, pa diskutim që pjesë e tranzicionit politik, le të themi këtij fundit të tranzicionit politik është sigurisht dalja në palë të partive të reja. Por post fakti që mund të kenë marrë 1, 2 apo 3 mandate, e rëndësishme është që tashmë ne kemi një frymë të re në parlament edhe sigurisht në të gjithë le të themi politikën shqiptar. Sepse zgjesi shqiptar gjykoj që është mësuar me një sistem dy partijak, Partia Socialiste, Partia Demokratike, dhe tashmë duke u hapur loja, le ta quajmë dhe konfigurimi, duke u bërë ndryshe, me sa duket ka patur edhe zgjedhës të cilët kanë menduar që votën e tyre, apo le të provojmë edhe këto parti dhe këto subjekte të reja politike, sepse edhe programet e këtyre subjekteve të reja politike kanë qenë disi më të freskëta dhe ju gjykoni se është kështu? Është vërtet. Në fakt, për shembull, përveç përpos partive të reja politike që është shumë e rëndësishme, qoftë edhe vota që i kanë dhënë qytetarët dhe besimi që i kanë dhënë qytetarët, por le të themi ka krijuar edhe një frymë të re, për shembull edhe Partinë Socialiste. Partia Socialiste kësaj radhe më ka surprizuar pozitivisht në fakt për vetë faktin që ka arritur që të mbledh disa figura të ndryshme rreth vetes dhe i ka vendosur në listat e sigurta që ata të jenë deputet të rinj. Se sa ata do të jenë një frymë e re apo një mendim i ri me ide të reja, me perspektive të reja, sigurisht do ta shikojmë në parlamentin e ri në pas shtatorit të këtij viti, por
Gjithsesi është shumë e drejtë ajo që ju përmendet, sepse kjo i jep një frymëmarrje të re demokracisë pluraliste në Shqipëri dhe unë e quaj një pikë shumë të rëndësishme, një nga pikat më kryesore që kanë ndodhur në gjatë asaj zgjedhjeve parlamentare të këtij viti. Kemi një përqindje të ullët, pra kemi të bëjmë me 42.16% pjesëmarrje, por pavarësisht kësaj, zgjedhjet nga partnerët ndërkombëtar, sigurisht nga vëzhguesit, OSBE, ODIHR, monitoruesit, janë quajtur si një test i rëndësishëm për progresin demokratik të Shqipërisë në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe pam edhe raportin e misionit OSBE ODIHR-it mbi zgjedhjet që e vlerësoi procesin të qetë, organizuar mirë, duke theksuar në fakt edhe klimën teje të polarizuar. E vërtet, duhet thënë, mbarvajtja e ditës së zgjedhore ka qenë shumë pozitive krahasuar me zgjedhjet të tjera parlamentare dhe kjo është një faktor pozitiv që i atribuohet në fakt qeverisë, pra aktuale, por sigurisht të gjithë aktorëve politikë të cilët kanë qenë në fokusin e tyre sigurisht kanë patur votën dhe mbarvajtjen e këtij procesi, sepse sigurisht mbarvajtja pozitive e këtij procesi është, le të themi, për të gjithë është pozitive dhe është e mirë. Kështu që në këtë aspekt, sa i përket sigurisë dhe garantimit të votës, unë mendoj që misioni OSBE ODIHR-it e ka vlerësuar pozitivisht me të drejtë. Sigurisht ka theksuar dhe ka analizuar dominimin politik, për vetë faktin, sigurisht ne tashmë kemi një qeveri prej 12 vitesh dhe e përmendëm edhe me lartë që dominimi i politikë, institucioneve politike një sajt të këtij pushteti është mos e dukshme. Por nga ana tjetër mund të themi që e rëndësishme është që ky proces ka patur një bijshmëri të mbarë dhe sigurisht edhe KQZ ka luajtur një rol të rëndësishëm në garantimin e transparencës së votimit. Por njëkohësisht do doja të theksoja pikërisht të klimën polarizuese, ata kanë thënë që sigurisht këto votime nuk janë zhvilluar në kushte të barabarta, sepse sigurisht flasim për 12 vite qeveri dhe 12 vite në opozitë. Patjetër, kjo ka qenë e pritshme. Megjithatë një progres është shënuar, sepse ne e dimë shumë mirë, ka patur shumë kontestime në zgjedhjet si ato vendore, por edhe të përgjithshme parlamentare. Dhe vim tek diaspora, e kemi cilësuar gjithmonë njërisi, sepse për herë të parë diaspora ka votuar, ka qenë edhe kjo një sprov, do të themi, për shkak se sigurisht që ka patur disa problematika dhe për herë të parë shqiptarët jashtë vendit kanë votuar dhe sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pjesëmarrja e tyre e përkthyer në përqindje ka qenë në 79.24%. Pati problematika përsa i përket mbledhjes së votave të shqiptarëve jashtë vendit. Por besoni që ka shënuar ky votim për herë të parë i diasporës një bazë tashmë le të themi të mirë përsa i përket vijimit në një proces të ardhshëm të zgjedhjeve nga ana e diasporës. Kjo që theksuat në fund, me le të themi kjo është pika kryesore në rast se do ta marrim të gjithë mbarvajtjen e këtij procesi sa i përket votimit të diasporës. Edhe herë në fundi që kemi qenë në këtë studie kemi theksuar rëndësinë që ka vota diasporës për të gjithë, le të themi, kontributin që ata kanë dhënë ndër vite në Shqipëri dhe është shumë e rëndësishme që ata të ndihen të përfshirë në këtë proces dhe të japin po ashtu edhe këtë kontribut edhe nëpërmjet të votës. Pa diskutim në këtë aspekt është një pikë shumë rëndësishme, një pikë reference që do të mund ta përmirësojmë në vijim në zgjedhjet e mëvonshme parlamentare. Megjithatë mendoj që përpos faktit ndoshta duhej menduar një plan tjetër, një mënyrë tjetër të votimit, ndoshta domethënë nëpërmjet votimit elektronik, që do të ishte qoftë në aspektin kohë, por edhe për të mbyllur të gjitha ato zëra kontestues për shkak të edhe diçka tjetër, pash le të themi që një nga kostot më të mëdha e postës, pra e dërgimit dhe marrjes së votës, kushton të 5 milion euro dhe 5 milion euro për ekonominë shqiptare janë shumë vetëm për të pikë. Imagjino pra të gjithë koston që ka përbën gjithë ky proces për me sa duket kjo do të jetë edhe një çështje që në zgjedhjet e ardhshme do të shikohet, sepse nga eksperienca e vendeve, sigurisht dhe vendeve të rajonit, ne e dimë që votimi online dhe aq më tepër me zhvillimin e teknologjisë dhe Shqipëria ka hyrë në një rrugë të mbarë të përdorimit të
teknologjisë, me siguri ne do të flasim ndryshe në një analizë të zgjedhjeve të Duke qenë se është hera e parë, pa diskutim e vlerësoj pozitive dhe këtë proces. Sigurisht ka shumë pika për të përmirësuar, sikur e thatë, eksperjenca do të bëjë të vetën dhe ne do të dim edhe në VMC se si mund ta menaxhojmë më mirë, duke vlerësuar të gjitha kostot, pra të kemi një lloj efektiviteti dhe një eficiencë që të jenë ekuilibruese në këtë proces, por në të gjitha, le të themi në gjithë të proces elektoral, e vlerësoj pozitive gjithë marrëvajtjen dhe ecurinë e saj. Mariana, unë të falenderoj për të gjitha opinionet që ndam së bashku në analizë për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Faleminderit, gjithmonë. Të dashur miq, ne këtu kemi përfunduar analizë për sot. Ishte në fokus janë zgjedhjet pra të 11 majit, zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, rezultatet paraprake të tyre dhe të gjitha elementet bashkë me risitë e këtyre zgjedhjeve. Ju falenderoj që qëndruat në shoqërinë tonë, miru takofshim.